qytetarë dhe qytetarë të Librazhdit, banor të këtij rrethi, përshëndetjet më të përzemërta kudo që ndodhin sot në këtë shesh, në rreth të Librazhdit, në Shqipëri, në migracion. Vëllezër, motra, zonjë e zotëri, ju sjell përshëndetjet më të përzemërta nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, partisë më të fuqishme që qeverisë sot me 14 kryeministra drejton Komisionin Europian, Parlamentin Europian, të cilët dje votuan me unanimitet një rezolut në mbështetje të secilit prej jush të votës tuaj të fitores Partisë Demokratike dhe denoncuan Edi Ramen, klikën e tij si armiq të egër të votës së lirë të shqiptarëve. Pra, ne shkojmë me datën 11 maj në zgjedhje të sigurt, në një fitore të thellë, në një fitore me të cilën qytetarët e Librazhdit dhe të mbarë Shqipërisë votojnë për veten e tyre, për familjen e tyre, për të ardhmen e tyre, të ardhmen e Librazhdit dhe të gjithë Shqipërisë. Unë jam këtu për të zotuar para jush se me programin ton ne do u rikthejmë parat qytetarëve shqiptarë dhe se çdo pensionist në këtë rreth, në këtë qark, në Shqipëri, brenda 100 ditëve të para, nuk do ketë kur një pension ndën 200 euro. Do vendosi minimumin jetik. Do vendosi minimumin jetik. Prej 200 eurosh, i cili përmirëson gjendjen e 560.000 pensionistëve me pensione ndër 170 euro. Minimum jetik do jepet të gjithë shqiptarëve në ndihmë ekonomike, të gjithë të papunëve, të gjithë studentëve me bursë dhe fëmijëve me një prind. Pra, 100 ditë të para, miq, ne nxjerrim shqiptarët nga varfëria e skajshme. Dhe jo vetëm kaq, por çdo shqiptari me rrogë të ulët ndër 500 euro apo 500 euro. Çdo pensionisti ne japim kartën e konsumatorit me të cilën ai do blej ushqimet dhe gjërat bazë 20% me lirë se tjerët, çfarë do thotë do marrë në vit 450 euro kompensim për taksën e vlerës shtuar që paguan kur blen ushqimet. Në 100 ditë të para, çmimi i naftës do të ulet me 40%. Nuk do shitet kur më shumë se plus minus 10% të çmimit Maqedoni dhe Kosovë. Miq, pra, ne japim një goditje përfullimtare mjerimit apo varfërisë ekstreme. Nuk do ketë shqiptar që të kenë ndën 6.3 euro në ditë.
me programin ton Aleanca për Shqipërinë madhështore, do t'i jap biznesit një frymëmarrje të re të fuqishme, biznesi vogël. Do paguaj energjinë me 6 lek nga 18 që paguën sot. Biznesi vogël do përgjysmohet tarife e ujit, do pjestohet me 5 tarifa e hapësirës publike, do rriten tavanet në 180.000 euro për të vëshën dhe tatim fitimin për biznes të vogla. Për bizneset tjera, vendoset taksa e shesh 10% nga 23%. Të vëshëja ullet në 15% nga 20%. Shqipëria do jetë vendi me klimën më të mirë të biznesit, edhe ato energjin do të paguajnë 6 lek nga 18 që paguajnë sot. Të dashur miq, regjimi Edi Rams është bërë i famshëm në botë për lidhjet e tij me krimin, për drogën. Unë u bëj një pyetje fermerëve të Librazhdit. Sa herë e keni ndigjuar kryeministrin të flasë për ju, për pemtoret tuaja, për prodhimet tuaja, dhe sa herë ka folur ai për drogën dhe kanabis? Fermerë dhe fermerët të Librazhdit, ju garantoj se vitin e parë të qeverisjes do të 5 fishohen investimet, fondet, subvencionet për ju. Ju do keni të njëjtat subvencione me fermerët e Maqedonisë, me fermerët e Kosovës, me fermerët e vendeve për rreth. Sot, qeveria nga 8 miliard euro ka lënë për ju 32 milion euro, pa çka se ju jipni 20% të prodhimit dhe punsoni rreth 500.000 shqiptarë. Kjo shumë do t'jetë 220 milion euro. Taks të vëshëja do jetë simetrike, një lloj në shitje dhe në blerje. 70 milion euro në vit do t'investohen për ujitje, kullime dhe mbrojtje e tokës. Qeveria do krijoj një fond të veçantë për mbrojtje e prodhimeve tuaja, çdëmtimet nga moti dhe fatkeqësitë natyrore. Kredit buta për të gjithë fermerët që duhet të zhvillojnë fermat e tyre. Hiqen çdo kriter për subvencionimet, jo kokë bagti apo sipërfaqe toke. Edhe një kokë vetëm, edhe një lopë vetëm do të subvencionohet. Edhe një dyrim tokë do të subvencionohet. Të dashur miq, thirrjet nga mbar Europa dhe bota këto 3 muaj kanë ardhur në Shqipëri që shqiptarët të ndahen nga krimi, që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë. Shtoni pak pyetjen. Çfarë përfituat ju 12 vite? Pensionistë dhe pensionistë. Pas 12 vitesh, Edi Rama buxhetin e fundit la 16 milion euro për ju.
Dhe ju nuk jeni 100.000 apo 200.000, po jeni 760.000. Pensionistë dhe pensionistë. Mos harroni se me pensionin që mirrit të vitin 2013, blinit 250% më shumë se sa që bleni sot në dyqane. Por të blera ato që blieshin 2013 me 143.000 lekë sa që ishte pensioni, sot ju duhet pagueshit me 390.000 lekë. Por qeveria ju ignoroi ju shumëzoi me zero. Ndaj dhe vota me 11 maj është vot për vetën tuaj, për dignitetin tuaj. Ju garantoj se ju do merrni falas ato ilaçe që merr pensionisti italian falas në Itali. Se lista e rimbursimit do t'jetë identike për të rit. I siguroj se shkollimi tyre, modernizimi arsimit, digitalizimi plot i tij, heqja mesatarësh për universitetet, punësimi tyre pas mbarimit universiteteve, pagesa nga qeveria sigurimeve shoqërore për të rit një vit, grantet dhe kredite buta për startupet dhe bizneset e tyre, një çati për çdo çift, me 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredis, do t'jetë zotimi ynë për të rit shqiptar. Miq, 11 maj është dita të ndryshojmë, është dita të votojmë për dignitetin tonë, dita të votojmë për paqen, për sigurinë tonë dhe të japim ndëshkimin më të madh krimit. Çfarë fitoj? Çfarë fitoj Tao nga votat tuaja? Tao fitoj 100 milion të fshehura, fitoj pasuri, fitoj emër më të keqin si baloz krimi në Elbasan dhe në Shqipëri. E mor të vesh besoj. Para 10 ditësh Sueli ja bëri për spital shoferin. Dhe Tao, dhe Tao e qepi gojnë si i paqen, si ushtari Suelit, turp të ketë. Tao Burreci e qepi gojnë nda njeriut që kishte patur vite shofer. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. E kuptoni ju? Qytetarët i Brazit jeni njerëz të lirë, duhet ndëshkoni këtë bandë në votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. Banorëve totolishtit, ju jap fjalën se
asgjë nuk do të bëhet në kundërshtim me vullnetin e tyre, se zgjidhja do t'jetë ajo që ata meritojnë dhe kërkojnë, dhe ata kanë të drejtë në çdo ligj, kombëtar dhe ndërkombëtar, të përfillen dhe të vendosin për fatin e tyre. Kam një thirrje për anëtarët e forcave të policisë. U bëj thirrje mos shkelmoni mbi djersën tuaj, mbi mundin tuaj, mbi sakrificat tuaja. Ju garantoj se pas 11 maj, çdo orë tyre do paguhet, trajtim i ri për çdo polic, por mos zbatoni urdhra kriminalësh, komisarësh kriminal që bashkëpunojnë me bandat, zbatoni ligjin, jeni shërptor të vërtet të ligjit dhe qytetarëve. Një thirrje kam për punojës të administratës. Qëndroni të palkundur, shërptor të qytetarëve besnik të ligjit. Mos u bëni terrorist patronazhist, sepse u garantoj që patronazhistët do të ndiqen si terrorist elektoral gjithë jetën e tyre. Të dashur miq, unë po vi nga Valencia. Kongresi i Partisë Popullore i 82 partive politike, Kongresi i forcas politike më të fuqishme në Europë, miratoi një rezolut në të cilën gozhdonte Edi Ramën dhe regjimin e tij si një regjim që minon votën e lirë, si një regjim që minon demokracinë, si një regjim që bashkëpunon me krimin, si një regjim që nuk ka të ardhme, si një regjim që s'do të ndorë Shqipërinë në Europë. Ndaj dhe ju bëj thirrje të ndigjoni zërin e miqve tanë që shohin tek Partia Demokratike, forcën kryesore politike, të lirive të drejtave të shqiptarëve, të begatimit prosperitetit tyre, të integrimit tyre në Europë. 11 maj është ditë e ndryshimit, është ditë e fitores, Elibrazhdit madhështor, Elbasanit madhështor, Shqipërisë madhështore. Rrofshiu, rrof Shqipëria.